Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë informuar aleatët e NATO se do t'ulin gradualisht numrin e bombarduesve strategjik, avionëve luftarak, dronëve, nëndeceve dhe anijeve të dislokuara në misionet e aleancës, ndërsa Washingtoni kërkon që Europa të marrë më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e saj. Sipas dy diplomatëve të NATO-s, vendimi u bë i ditur gjatë një takimi me dyert të mbyllura të zyrtarëve dhe politikanëve të aleancës, ku këshilltari i Pentagonit theksoi se reduktimet janë pjesë e një rishikimi më të gjerë të angazhimeve amerikane. Ky zhvillim pasqyron një linjë të njohur të ish-presidentit Trump, i cili ka kritikuar vazhdimisht rolin e Shteteve të Bashkuara në NATO dhe ka kërkuar rishpërndarje të barrës së sigurisë drejt vendeve europiane. Administrata e tij ka sinjalizuar gjithashtu një fokus më të madh strategjik drejt Indo-Paqësorit. Diplomatët theksuan se detajet përfundimtare ende nuk janë përcaktuar dhe se nuk është vendosur një afat kohor për zbatimin e reduktimeve. Sipas tyre, Washingtoni ka siguruar aleatët se nuk do të ketë ndryshime në mburojtjen bërthamore të NATO-s. Një diplomat i tretë tha se informacioni i dhënë në takim nuk ishte i plot, por situata është bërë më e qartë, duke e shtyrë se ndryshimet do të varen nga kapaciteti vendeve europiane për të mbushur boshllëqet e mundshme. Çështja pritet të diskutohet më tej në konferencën e ardhshme të NATO-s në gjenerimin e forcave, ku vendet anëtare përcaktojnë kapacitetet ushtarake që vënë në dispozicion të aleancës. Sipas sistemit të NATO-s, çdo vend anëtar deklaron trupat dhe pajisjet që mund të angazhohen në operacione, ndërsa Shtetet e Bashkuara tani po kërkojnë të ulin pjesën e saj në këtë kontribut. Ekspertët e mbrojtjes paralajmërojnë se reduktimet mund të krijojnë boshllëqe të rëndësishme, veçanërisht në kapacitetet si nëndecet dhe bombarduesit strategjik, të cilët janë të vështirë për të zëvendësuar shpejt. Megjithatë, zyrtarët dhe analistët në Washington theksojnë se Europa dhe Kanadaja duhet të rrisin investimet në mbrojtje dhe të zhvillojnë kapacitetet e tyre, duke argumentuar se kjo do të forconte NATO-n dhe do të ulte varësinë nga një aleat i vetëm. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio konfirmoi se reduktimi i pranisë ushtarake amerikane në Europë është një proces që tashmë ka nisur dhe do të bëhet në koordinim me aleatët. Ndërkohë, NATO thekson se rritja e shpenzimeve ushtarake nga vendet europiane dhe Kanadaja po ndryshon balancën e përgjegjësive brenda aleancës, duke synuar një ndarje më të barabartë të barrës së sigurisë.